Përshëndetje, sot kemi unboxing në kanalin tim, pra do ju tregoj disa gjëra që kam porositur në Amazon. Nuk janë shumë gjëra, por janë disa gjëra kryesore që më duheshin dhe doja që t'i ndaja këtu me ju. Dhe duke qenë se dje unë bëra një shëtitje në qytet, kam bler dhe dy gjëra të tjera të bukura, dhe ato do t'i ndaj tani këtu me ju, kështu që ndiqni videon deri në fund. Kjo këtu është edhe pakoja që më ka ardhur nga Amazon dhe më ka ardhur sot në mëngjes, por unë e hapa direkt sepse ka bërë Angelo një porosi në Amazon disa gjëra për veten e vet dhe mendoja se ishin të atij, duke qenë se Amazon më thoshte që pakoja ime vjen të hënën, pra do dhe 3 ditë. Sot është e premte. Edhe kur e pash ishte pakoja ime dhe kam gëzuar shumë. Por gjërat e tjera brenda nuk i kam hapur sepse doja që t'i hapja këtu me ju dhe kështu që vazhdojmë. Kam hapur vetëm një aromë që ishte super. Kjo këtu është një super aromë për rrobat. Nuk po bëj reklama kot, nuk kam bashkëpunim me Amazonin, pra nuk është se po i bëj reklama atyre në këmbim të diçkaje që mund të marr vet. Nuk di çfarë të them, është një super aromë. Saj që kur e mora pakon, vinte direkt era e kësaj pa e hapur akoma. Unë e hapa vetëm këtë në mëngjes, sepse doja t'i merrja ajër edhe brenda. O zot çajere. E ka ajrin shumë të rëndë. Është tjera fruta për zjerje. Janë kështu kokriza. Këtë mund t'i vësh edhe tek rrobat në dollap ose te sirtarët. Mund të hedhësh disa kokriza që të vinë re mirë, por që kjo është për larje dhe unë do ta provoj kur të laj rrobat në lavatriçe, edhe nëse funksionon me këtë aromë siç është këtu, do porosis më të tjera. Si kjo mora një dhe ishte diku tek 10 euro, nuk e di sa. Kjo është për 18 javë, thot. Ku e di kjo sa lavatriçeve në ditë? Nuk e di, nuk e thot masën sa është, thjesht është 18 javë zjat, kjo aroma, thot. Unë mund të vë 3 lavatriçe në ditë, ku ta di kjo. Gënjeshtrat e kësaj. Nejse, është shumë e mirë për zotin. Tjetër kam marrë 2 aromë për zjarin për rrobat, sepse nuk më pëlqejnë shumë aromat që janë këtu. Është vetëm ajo mimosin. Dhe doja këto. Chico. Edhe kjo kishte një aromë shumë të lehtë. Mora 2 copë një herë. Duke qenë se zjari ndrohet shpejt. Por që dhe rrobat, kjo është pa hapur. Por që dhe rrobat e tij laj mund të vë 2 lavatriçe në javë, sepse ku mbushen rrobat e zjarit i ka shumë të vogla. Dhe kjo ka një erë shumë të butë edhe të lehtë, fiksi për beba. Por që është shumë e mirë edhe kjo. Po nejse, si ajo roza nuk do e rekomendoj askush, kjo është çështje preferencash, por atë rozën e di që do ta pëlqejnë të gjithë. Tjetër, më kryesorja, është pompa e gjirit. Do thoni ju je më vones. Në fakt, unë e kam bler pompën e gjirit 3 ditë pasi kam dalë nga spitali, e ka bler Angelo këtu në farmaci, dhe ka bler një të Nuk, të firmës Nuk, dhe ajo ishte pak problematike, sepse duhet të qëndroja aty duke vënë në prizë që të pompoja, pra rrie gati 2 orë vetëm duke pompuar. Ishte shumë e lodhshme dhe kam porositur këtë tjetrën. Do ta hap tani të tregoj. Kjo tjetra është që mund t'i vësh tek gjiri, ndërkohë që gjiri pompon, ti mund të shkosh të bësh punët, mund të lëvizësh në shtëpi. Pra, është praktike, sepse mua më duhej me se s'bën kjo. Nuk e di se çfarë lloj firme është kjo, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, për të gjithë ju që doni mund ta googloni në Amazon. Kjo ishte diku tek 80 euro. Pas për të gjithë
gjitha gjërat këtu brenda. Është dhe manuali që ta shikoj. Okej, po hap njërën për t'ju treguar edhe juve. I ka marrë edhe ngjyrë rallë. Se për çfarë doja, kod fiksimi. Shiko sa cute që është. Më duket pak e vështirë në përdorim, se di. Këtu janë mililitrat të shnura, por aty nuk, ja, duken pak këtu. Këtu vihet në karikim, besoj, do t'janë me karikim, po. Këtu janë që shton masën. Që ka tjetër kjo? Nuk e di si mund të funksionoj, si hapet. Dhe këtu vihet koka i gjirit. Por që do shoh manualin edhe pastaj tek video tjetër besoj se do ju them se sa e mirë mund të jetë kjo pompa. Dhe nëse do ju sugjeroj juve apo jo, kush ka dëshirë ta përdor. Tani nuk flas dot sepse nuk e di as vet dhe mora veç me mendjen time, nuk është se ma kishte sugjeruar dikush. Vazhdojmë me pakon tjetër, është kjo këtu, dhe është ngrohës biberonash, ngrohës qumshi. Dhe është me bateri edhe kjo, jo, është me karikim. E karikon edhe pastaj e merr me vete, sepse unë doja kur dal që jam jashtë me Angelën. Zakonisht unë e kam marrë qumshin në termos. Kurse me këtë mund ta marr qumshtin e gjirit që kam pompuar, e vë në biberon, sepse ai mund të rrit 4 orë gjatë ditës. 4 orë është mjaftueshëm nëse unë dal jashtë, se nuk e besoj të vënoj më shumë se 4 orë. Edhe e vë në biberon për qumshtin, edhe e vë këtu brenda tek kjo. Kjo e ngron. Edhe mbështillet biberoni kështu. Dizet këtu me buton. Kjo është edhe fishi karikusit. Edhe ngron qumshtin dhe pastaj është gati për t'ia dhënë bebushit. Kështu që këtë doja me patjetër. Dhe fundit fare është kjo këtu. Kjo është një lojë. Dhe është kjo loja Mahjong, nëse e keni dëgjuar. Unë zgënjeva pak se kjo ishte çike vogël. Është goxha e vogël, e dija se ishin të mëdha këto. Janë si punë dominosh. Këtë lojën e kam parë në internet dhe këtu s'kam lënë vend për ta kërkuar. Luhet me zare dhe luhet 2 veta. Kështu që mezi po pres që ta luaj me Angelën, ndoshta bëj edhe një video duke luajtur këtë lojën, sepse e di që është shumë e bukur dhe unë e kam parë në internet dhe është shumë e bukur si lojë. Dhe këtë e mora, ishte diku tek 19 euro kjo. Por që e dija të madhe, për 19 euro kjo kaq e vogël nuk ja vlen. Dhe këto janë gjërat e tjera që kam blerë në një dyqan këtu në Ibiza D. E para është kjo arruesi këtu. E kam marrë për zjarin, është me dritë LED. Edhe duhet që t'ja vë gjatë natës. Ne kemi gjitha të drita, gjitha të ambazhur, por më pëlqeu shumë kjo dhe ishte vetëm 5 euro. Shiko sa i bukur që është, kështu që po të fik dritën dhe të vë këtë është një dritë mjaftueshëm për të fletur bebushi, duke qenë se nuk e do dritën e fort natën. Edhe veç sa për ta parë unë se ai rrotullon kokën. Edhe është mirë. O, fikër ka kështu kjo. Kjo është me bateri. Edhe mund ta ndroj kur të digjet. Pra kjo është super. Kam marrë një set body care, është këtu, edhe ky bënte 5 euro. Dhe ka aromë qershie. Është shower gel, është body lotion, edhe është Sprite për flokët, me aromë qershie që e spërkat. Sa e bukur që është dhe për dhurat.
arom qershie. Si parfum, për zotin. 5 euro 3 produkte. Super. Asë në Shqipëri sot të gjira ka lirë. Dhe gjëja tjetër më e bukur që kam marrë, që sa e fash më pëlqeu shumë, është kjo kutia këtu. Këtë e kam marrë në një dyqan që ka dekor shtëpie. Të thoni ju çfarë është kjo. Të bëjmë pak ASMR kështu. Kjo është një mbajtëse bizhush, pra mund të mbash varse, bërzylyk, po të duash mban edhe lek. Prej si hapet, apo hapet kështu. Hapet kështu. Shikoni sa e bukur që është. Edhe kjo është një mbajtëse bizhush, pra mund të mbash varse, bërzylyk, po të duash mban edhe lek. Prej si hapet, apo hapet kështu. Hapet kështu. Shikoni sa e bukur që është. Edhe ka kutiçka të vogla kështu brenda. Ja këtu mund të mbash lek për shembull. Është super. Gjejeni se kush më erdhi. A drit. Ju përshëndeti. Bravo, mami. Sa po erdhi dhe zjarri. Prit mos e nxjerr fytyrën se është shpejt akoma. Do të dalësh në kamerë ti. Angelo si duhet të dilte pak, sepse po rrinte me çunin edhe më dha mua. Kështu që unë do iki tani. Kjo ishte videoa dhe uroj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Ju pusim fort, edhe unë edhe zjarri. Edhe shikim të këndshëm.